po si kryetari i Odës Hotelerisë edhe Turizmit të Regionit të Mitrovicës, jam shumë i lumtur që sot jemi të bashkuar për të mbështetur prodhimet tona vendore. Zhvillimin dhe turizmin lokal normal. Faleminderit gjithëve organizatorëve, institucioneve dhe pjesëmarrësve që kanë kontribuar në realizimin e këtij panajiri. Ju faleminderit shumë, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Fjalën ja dha kryetarit Hisen Segojeva, drejtor, profesori Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës. Faleminderit kryetar, faleminderit gjithë të pranishëm që keni gjetë kohë të jeni këtu në këtë ngjarje, themi ashtu, e cila është shumë e rëndësishme për këtë rajon. Kështu që pa humbur kohë, unë kisha përshëndet të pranishmit të cilët do të kontribuojnë që kjo tërheqës të del sa më e suksesshme, sa më e fritshme. Kështu që përshëndes Safet Kamberi, kryetari i Kuvendit Komunal të Komunën e Mitrovicës. Gani Rustemi, drejtor për ekonomi, zhvillim, turizëm dhe integrime evropiane, e unë i them drejtori i turizmit, se ma shumë po më pëlqen. Pastaj kemi Shevki Begu, drejtori i arsimit, Gazmend Gjoshaj, drejtori i drejtorisë për buxhet dhe financa, Nazmi Kelmendi, drejtori gjeodezi, katastër dhe pron. Pastaj kemi këtu drejtorin e shkollës ekonomike që kur erdhëm kretë nxënësat e ty në ishin të shërby kësaj. Do të thotë është një vlerë e madhe kësaj shkolle, sepse lidhet direkt me këtë profesion, prandaj e përshëndes drejtorin Abdullah Bejtullah. Në këtë event e kam madhështu prezenca e drejtoreshës ekzekutive Sindra Ndom, e cila është Sebaate Beqiri. Prandaj një dur të rëkitje, sepse meriton këto që do t'i shohim më vonë, do të thotë produktet, janë falë shoqatave të cilat janë prezente këtu. E kemi Asimet Tahirin, cila është nga shoqata Mundësia, e cila me produktet e saj do të thotë e ka ngritur në një vlerë më të lartë këtë mini panajër. Si dhe kemi Gjemile Krasniqi, e cila është nga shoqata Tradita. Para se me fut këtë pjesën tematike, une kam derin që jam edhe kryetari i Odës me këtë ekip, sepse ekipën që përshenë në majtë janë shumica absolute e antarëve të kryesisë së qendrës, të thëmë ashtu, të fillu prej Afrim Uqiqi, cili është antar i kryesisë dhe drejtor për estradë. Një përshëndetje të veçantë, sepse ky meriton. Pastaj kemi kryetarin e Kuvendit Armend Delian, e kemi drejtorin e ekzekutiv, i cili është Sadi Gashi, e kemi drejtori, cili gjithmonë drejtor ka qenë. Pej që e mojmen në drejtor, Sadi Gashi, e kemi Sadi Macedonci, e kemi një Arlinda Shoshi, e cila mujme e thonë, kontributi saj në Odë është i pa më hu, dhe të ti pa zëvendësueshëm, dhe të aty ku e gjejmë, edhe është nën kryetare e Odës, dhe të është nën kryetare. Leonin që Beshini është nën kryetari i Odës, por është organizator për këtë event. E kemi përfaqësuesin Bejtush, apo? Demush është nga Gjiljanit, dhe të vjen nga rajoni Gjiljanit. Pastaj kemi profesoreshën Emine, cila do të jetë edhe në panel. Kemi statistikave, e kemi Avdiun atje, cili është pronar edhe i freskijës. Këta që i përmendet janë antarët kryesisë të Odës, dhe kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë që nuk po mungon edhe këto evente. Edhe gjithë ju që jeni pranishëm, gjithë ju që jeni këtu, ju falenderoj përzemërsisht që keni gjetë kohë që të vini këtu. Unë nuk do me zgjatë më shumë, do të thotë si hyrje, fjalën japi kryetarit të Kuvendit Komunal të Mitrovicës, zoti Safet Kamberi. Edhe kjo është një nisë me mbarë, kështu edhe përfyse është bërë një
aktivitet më tradicional edhe në komunën e Mitrovicës, në veçanti në rajonin tonë. Po ashtu po duhet ju falenderoj gjithëve që keni marrë kohë që sot jemi bashkë këtu, gjithë përfaqësues të bizneseve, të organizatave tjera, të cilat qëllimi kryesor kanë promovimin edhe turizmit, mirë po edhe të produkteve vendore. Mo tashmë është bërë një traditë kjo në komunën tonë, edhe padyshim që qëllimi edhe synimi edhe i komunës tonë është padyshim që të krijojmë hapësirë, edhe të krijojmë mundësi që më të vërtet këto vlera të promovojmë sa më tepër dhe të ecëm atutje veçanti në angazhimin dhe zhvillimin e turizmit në rajonin tonë. Ekzekutivi i komunës e ka bërë një drejtori të veçantë që më të vërtet të jep prioritet kësaj çështje edhe në takimin të cilën e kemi bërë me kryetarin Sulujeva, ne jemi zotu që angazhimi jonë nuk do të mungon në këtë drejtim, edhe padyshim që do të jetë një prej prioriteteve tona në mbështetjen e kapacitetit tona që si komunë që më të vërtet të jetë një peshë të rëndësishme të zhvillimit veçanti të rajonit tonë. Padyshim që këto takime janë të rëndësishme, padyshim që këto takime e sensibilizojnë dhe e motivojnë biznesin, veçanti, po thëmë, kështu kapitalin privat që më të vërtet kjo pjesë të zhvillohet dhe të ecë atutje. Ne jemi dëshmitarë. Sa këshëm dhe pse jo që vitet e ashme që kë angazhim dhe kë aktivitet të jetë edhe shumë më i zgjeruar edhe të kemi mysafirë edhe për regioneve tjera edhe për shteteve tjera që të shohim bukurinë e kësaj pjese edhe të shohim se cilë kish me qenë bashkëpunimi i radhës që më të vërtet të krijojmë zhvillim edhe më të kafshëm të kësaj zone, e cila është një prej zonave më të rëndësishme. Atëherë fjalën e japi Ganir Rustemi, drejtor për ekonomi, zhvillim, turizëm dhe integrime evropiane. Përshëndetje për të gjithë juve këtu të pranishëm. Ju falenderoj që keni gjithë kohë më ardhë, më bashkue të gjithë bashkë në këtë ditë të madhe. Zotëri, kryetarin sepse këtë na i ka 2 ana, edhe na jemi edhe Lulzim, është kryetari i regionit. Përshëndes edhe të urej sukses për gjithë këtë organizim që ke bërë. Kjo drejtori e turizmit përfshin ekonomi e zhvillime të gjitha është domethënë se për Mitrovicën, pse na ka bërë ta njohim regionin e Shalës. Tu i falendru më së pari kryetarin e komunës të Pejës, ku kena qenë vizitë me drejtorin e tij, kena vizituar Sopika, ku atje ishte turizmi në nivel. Kena fituar një përvojë të madhe edhe ne këtu si drejtorin Mitrovicë, bashkëpunim me drejtorin e katastrit që e përgëzoj dhe uroj për punën që ka bërë, me kryetarin i cili na ka orientuar gjithmonë mirë e marë, edhe një falenderoj kryetarët, dhe në bashkëpunim me një grup ekspertësh francez dhe zvisran që tash jena veç negociata përfundimtare, të e di se krejt elaboratin e kena në dorë edhe një dhe ata, kanë me ardhë dhe bashkë kena me bo, veç një e kena në përfundim strategjinë zhvillimore dhe bashkarisht të e plotësue edhe me ta kena me bo një strategji zhvillimore dhe të veçore 2026-36. Andaj për mësme qka kena me bo, do të shifet, vendi është, hapësina është, Shala është një vend ku po e kërkujnë të gjithë, edhe me investuem, po edhe me jetuem. Nuk po hezitoj me folë, por më duke që gjitha i thanë këta dhe kryesuesi Konventit, atëre vetëm ju përshëndes edhe njëre urime. Nazmi Kelmendi, cili është drejtor për gjeodezi, katastër dhe pronë. Përshëndetje për kryesuesin e Qeverisë Komunale të Gjegjës të Kamberit, për bizneseve, unë si drejtori i gjeodezisë, katastrit dhe pronës, bashkëpunim ngusht me kolegun Ganir Rustemi, kemi filluar disa përgatitje për investimin të partneritetit publiko-privat në regionin e Mërkullosht Shalës Bajorës. Pa dasht me zgatë, ofrojmë ne si drejtorinë gjitha kapacitetet tona, ofrojmë gjithë mbështetje dhe përkraje për investime
dhe drejtorin e shoqës Bajgorës. Ju falënderes të gjithëve e punimet të mbarë. Abdullah Bejtullah, drejtori i shkollës ekonomike. Me qenë se jam drejtor i një institucioni arsimor i cili jep kuadro për gjithë bizneset në teritorin e Mitrovicës, por jo vetëm Mitrovicës, por edhe të Ushtrisë, edhe të Skenderajit, bile kanë taku edhe në Prishtinë, nxënës tonë të cilët e kanë përfunduar në institucionin tonë. Unë isha falenderuar shumë me këtë rast kryetarin Hysenin, me të cilin edhe kemi një marrëveshje bashkëpunimi, po ashtu edhe Naimi, drejtorin e drejtorisë komunale, i cili na mundson kushte më të mira për nxënësit. Ne jemi fitues edhe një projekti në vlerë 240.000 euro, në kuadër të cilit do ta bëjmë një menze aty në kuadër të shkollës për nxënësit, ku nxënësit do ta kryejnë edhe praktikën profesionale. Unë jam së bashku me nxënësit e shkollës tonë këtu prezent, por jo vetëm me ata, por jam i lumtur që në këtë objekt të bukur punojnë edhe nxënësit tanë të cilët e kanë përfunduar në. Kemi Sevatë Beqirin, i cila drejtorish ekzekutive e shoqatës së Ndërndon, por një informat të thotë ne shpejti do ta nëshkojmë marrëveshjen bashkëpunimi mes Odës dhe shoqatës, edhe jemi zotuar që çka i përket anës e Odës me biznese, me këto që se na përfaqësojnë bizneset, do të bëjmë pamundshme që t'i dalim ndihmë kësaj kategorie. Fjala është për juve letërish. Nderuari kryetari i Odës, zotri Hysen, faleminderit për këtë iniciativë edhe vullnetin e juaj që të bashkëpunoni dhe të mbështetni komunitetin me sindromin Down. Nderuari zotri Safet, kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës, të nderuar drejtar, të nderuar anëtar të Odës, përfaqësues të organizatave, të nderuar mysafirë. Edhe një herë ku prezantohem, unë jam Sebahake Hajdini Beqiri, drejtoresh ekzekutive në shoqatën Down Syndrome Kosova. Për mua është jashtëzakonisht nder të jem pjesë e kësaj kryeze, bashkë me kolegun tim Dionisin, i cili është udhëhec i grupit avokus të trive me sindromën Down, dhe ekipin e qendrës në Mitrovicë. Pa dashur më shumë kohë, lejoni shumë shkurt vetëm ta prezantoj shoqatën. Shoqata Down Syndrome Kosova është një shoqatë që jemi themeluar në vitin 2007 nga prindërit e fëmijëve me sindromën Down. Si shoqatë veprojmë në nivel vendi, do të thotë jemi një lloj avokati i prindëve dhe i personave me sindromën Down. Aktivitetet tona janë të shtrira edhe një po them në nivel vendi, ndërsa me qendra funksionojmë në 5 regjone, përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Ferizajen, Gjilanin dhe qendrën në Mitrovicë, ku sot është shumë kënaqësi të jemi prezent me produktet e qendrës tona në Mitrovicë. Përveç shërbimeve që ne ofrojmë brenda këtyre 5 qendrave, ne kemi edhe programin Avokus, ku prej vitit 2007 deri më tash mendoj që kemi luajtur një rol shumë të rëndësishëm në fushën e avokimit, duke nxitur institucionet e vendit publike, qoftë ato të nivelit qendror dhe të nivelit lokal, të krijojnë politika ligje me qëllim të përmirësimit të mirëqenies jo vetëm të komunitetit me sindromën Down, por në përgjithësi të gjithë qytetarëve me arsyet kufizuar në Republikën e Kosovës. Mos të harroj të gjitha shërbimet që ne i ofrojmë brenda 5 qendrave tona, shërbimet terapeutike dhe sociale, të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e potencialit të një individi me sindromën Down, të gjitha ofrohen pa pagesë. Dhe ne në vazhdimsi jemi munduar të krijojmë aktivitete për qëndrueshmërinë e këtyre shërbimeve, sepse për fat keq ende institucionet publike të vendit nuk ofrojnë mbështetje e vazhdueshme për qëndrueshmërinë e këtyre shërbimeve, dhe ne si shoqat mundohemi përmes iniciativave të ndryshme të sigurojmë fonde që fëmijët tonë mos të mbesin pa shërbime të nevojshme.
Dhe këto shërbime janë treguar mjaft të suksesshme, sepse ne si shoqat sot numërojmë mbi 30 persona me sindromin Down të cilët janë të punësuar në biznese dhe vetëm një person është i punësuar në institucione publike dhe në këtë rast kisha dashur edhe një herë të shpreh mirënjohje dhe falënderime ndaj institucioneve private të cilat kanë qenë shumë të hapura sa i përket punësimit të personave me sindromin Down. Palonanash dhe falënderimi ndaj institucioneve publike, qoftë ato të nivelit të qendror dhe ato të nivelit lokal, që kemi bashkëpunuar dhe kemi arrit të çojmë procese përpara, mirë po të gjithë ne duhet të jemi të sinqertë dhe të vetëdijshëm që ende ka shumë punë për të bërë për përmirësimin e mirëqenies të qytetarëve me arsitë kufizuar. Atëherë këtu kemi këtë shqesatën mundësia që da bo veç pjesë e jonë, pjesë e odhës, pjesë ku çdo herë para përgjigjet edhe atë me maksimum themi ashtu. Prandaj këto jasimet e Airin që të përshëndes këtë take. Si çdo vit, unë kam kënaqësinë që edhe organizata Mundësia është pjesë e organizimit të këtij eventi shumë të rëndësishëm, sidomos për regionin e Shalës. Dhe jam falënderuese që jemi bashkëpunëtor në këtë organizim së bashku me Hotën e Hotelierisë dhe me komunën e Mitrovicës. Për ata që nuk e din, organizata Mundësia ekziston që nga viti 2000 dhe punon në zhvillimin e shoqërisë përmes fuqizimit të grupeve më të ndjeshme. Një departament jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe me vlerë organizatës është departamenti i kultivimit, promovimit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore, përmes të cilit organizata, domethënë, ka punuar që nga themelimi dhe me të cilin ne dekrenohemi, kemi realizuar edhe projekte të shumta, të cilat besoj kanë ndikuar edhe në promovimin e trashëgimisë po edhe të turizmit. Në të asime, atëherë Gjemile Krasni që vjen nga shoqata kulturore Tradita, cila edhe me produkte së prezente këto. Një falenderem është tepër i mirë që kjo mundësia për të grave në komunën e Mitrovicës që t'jem bashkuar ato, po kjo organizim kështë e qenë më mirë të bëhet edhe në komuna tjera, sepse kanë gratë nevoj edhe të bashkëpunim sa më shumë gratë, por dim se gratë ka nevoj për bashkëpunim më shumë, për një ide apo çka do që ka nevoj t'ju dalim krah. Faleminderit gjithë. Na CEO dhe në pak ne prezentu pjesën tonë, prandaj pa unë kohë në gjatë fjallën kryetarit të vendit zotëri Armenderijaj. Shona Vejgorës ka një pozitë shumë të favashme për zhvillimin e turizmit malor, agroturizmit, hiking dhe aktiviteteve rekreative në natyrë. Me investimet të duhura në infrastrukturë, promovim dhe mbështetje institucionale, kjo zonë mund të shëtërohet në një destinacion më të rëndësishëm turistik dhe për Kosovën dhe rajonin. Shona Vejgorës ka potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin nga përparësitë kryesore që janë klima e pastër, ajër shëndetësor, shumë i favashëm për pushim dhe rikuperim fizik e shpirtëror, reliefi malor dhe peizazhet brestense që ofrojnë mundësi ideale për hiking, alpinizëm, camping dhe sporte dimërore. Tradita dhe mikpritja e banorëve, ku sot i kemi edhe shoqatat e grave që tregojnë këtë, që janë vlera të rëndësishme për zhvillimin e agroturizmit dhe turizmit familjar. Pozita e favashme gjeografike dhe afërsia me qytetet kryesore të Kosovës, potencialet dhe zhvillimi i turizmit dimëror, ekologjik dhe avanteror, biodiversitetet dhe pasuritë natyrore që mund të shfrytëzohen për turizëm të qëndrueshëm dhe edukativ. Pra, ne si UOD, sot rastisht nuk zgjidhem këto, por gjendem për të përkrahur këtë zonë e cila ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe ne gjithmonë jemi për me promovu turizmin, për me zhvillu turizmin, për me ruajtur të rinin tonë, për me kriju aktivitete turistike dhe që sa ma shumë të hapën vendet të reja të punës dhe të rinj të jetojnë, të veprojnë dhe të arnë të ndërtojnë mund në këtë vend në këto bukurit të ralla që Zotin e ka dhënë. Faleminderit për të. Fremoqi që është iniciator, ka bashkëpunu me një person atje në Gjermani, qaj më det është siem, kemi lidhë marrëveshjet në Ministrinë e Arsimit, sot sistemi dual ekziston edhe funksionon
gjatë mirë, edhe në komunë dhe Gjova Qëndëtunion, por për sistemi individual e kemi njëri përgjegjës, është edhe drejtori ekzekutiv në kuadrë tote, Sadik Gashi, edhe fjali është adhur pak. Ne kemi fillu mësimin dual dhe e kemi zhvillu për shembull dy sektore shumë të rëndësishme, siç është shërbimi kamarieri dhe kuzhinieri. Pas viteve të fundit nuk ka post interesum shumë që kanë shku me kry shkollën për kamarier dhe për kuzhinier, pas që ka fillu mësimi dual në Prishtinë dhe në vende tjera. Në Prishtinë për shembull u kom në vitin e parë një klasë kuzhinier, një klasë kamarier, dhe klasën vitin tjetër janë bo më njëherë 3 klasë kamarier dhe 4 klasë kuzhinier, kur ne si Odi kemi zhvillu dhe kemi qunë krejt objektet hoteliere për me morë praktiken. Nëzit njerës me shku këtë profesion që për mendimin tam është një ndër profesionet më të mira. Faleminderit të Problemin më të madh deri tash të gjitha sektoret, po sidomos në sektorin e hotelerisë ka qenë mungesa kodrave. Në qysh edhe para lufte, edhe mas lufte, kompania e Grandit i kena marrë në zonat nga shkolla dhe kryesisht i kena posuna dhe i të tonë. Ka qenë një praktikë e këndshme, të cilën e kena vazhdu dhe privatizim. Mas privatizimit Grandit, shkolla e hotelerisë shtatërore Prishtinë ka pasur jashtëzakonisht të lashëm i sistemu në zonë me kry praktikë. Me mësimin dual, të cilën është përgjegjësia dhe drejtori Sadik Gashi, ka ndryshuar situata, interesimi është shumë më i madh. Vëllimi dhe rritja e numrit të nxënësve është jashtëzakonisht e këndshme, përshtohet për çdo ditë. Ne si Od kemi parë pjesë në të gjitha fazat e përgatitjes së mësimit dual, që nga përgatitja e plan programit shkollor, nga standardet e profesionit dhe nga aftësitë të cilat duhet ti mësoj një nxënës i cili del në bile me propozimin edhe nga ne kamarieri i cili e kryen shkollën e mesme. Për kamarier nuk quhet më kamarier, por quhet asistent i mikpritjes hoteliere, nga do pak më atraktiv. Edhe kuptimin që e kena zgjidh, edhe e kena rrit gamën e shërbimeve të cilat i ofron ai. Nuk është më veç thjesht një kamarier. Tash ne jemi të punu standardet e profesioneve për kamarier, ndihmës kuzhinier, kuzhinier dhe shef kuzhine, do të punojmë edhe për recepcionist, edhe për mirëmbajtës. Domethënë, qëllimi është që të krijojmë kodra, kush mundet me ta prezantu ty mikpritjen shqiptare më mirë se shqiptarët. S'mund as për Afrike, as për Azie, mos as për shijen e kuzhinës. Po thjesht buzëqeshjen tonë, mikpritjen tonë. 3 gjona ja kanë rritë shumë namin Kosovës. Kultura, të gjithë këngëtarët e strada, ambarin, sporti që kemë pas sportista individual sigurisht jashtëzakonshëm dhe hoteleria. Nuk ka vizitor që konë në Kosovë, nuk ka manifestim që mojnë Kosovë, edhe ndeshjet futbollet dhe sene ku silator ka që bashkë. Në më thonëm që to jenë sene jo politike, po i kemë të qasë. Unë e falenderoj të pjesëmarrën, uroj që shembullin e Mitrovicës edhe në që ta mos harroj, me thonë ne si Odi jemi jashtëzakonisht të kënaqur me të gjitha administrata që ka pas komuna Prishtinës, komuna Mitrovicës, fani ndërshit kohë pesa ekziston në Oda, kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, edhe të frytshëm besoj, dhe urojmë edhe shpresojmë që kjo të vazhdoj në kuptimin që Regioni Mitrovicës, jo veç komuna Mitrovicës, të merr atë vëmendjen që t'i potencoj, t'i theksoj dhe t'i zhvilloj ato që kemi ofruar, jo veç tregut kosovar, po edhe regionale dhe evropiane. Ju falenderoj. Kur e kemi fillu këtë projekt, nuk kemi besu që kemi me kënë kas të fuqishëm. Do më thonë, kemi më rri si Odë në kohën më të keqe kur jemi formu, kemi fillu në vijë institucionale, kështu që po me mirë që po vazhdojmë prapë me vijë institucionale. Kemi kryetarën e Guvernit Komunal të Mitrovicës, edhe drejtorat. Unë s'du me gjatë shumë, veç po du me plëtsu gjitha këto që ju thamë këto, sepse Kosova ka shumë perla. Në mesin e perlave është edhe Shala Bajgorës, ku sot po mungojnë përfaqësuesit e Ministerisë së Kulturës dhe Sportit, sepse pa kulturë,
pa festivalet me filtra, pa këngë dhe valle, nuk do të ketë bukuri as shalën e Bajgorës, as në gjitha perët e Kosovës. Kështu që estrada është e domosdoshme, unë propozoj nga kjo tërëvizë këto, kryetarit të Kuvendit Komunal Mitrovicës, të fillojmë nga Mitrovica dhe qytetet e tjera, që çdo pjesë e cila është bukuri dhe atrakcion për me marrë turist nga jashtë Kosovës dhe nga gjithë treva shqiptare, ta bëjmë një festival mbarkombëtar, pikërisht në shalën e Bajgorës, e pastaj pjesën tjetër do të rregulloj unë. Kështu që edhe një herë uroj të cilëve kemi sa më bashkuar dhe i ftoj edhe shoqata tjera, jo vetëm shoqatën e Sindrom Kosovës që të bëj bashkëpunim me memorandumi me Odën, po edhe Oda dhe shoqata tjera sepse jemi në rrugë të duhur, na prifte bara zile faleminderit. Disa prej rekomandimeve të cilet unë do t'i kisha jep, kjo zonë posedon një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e bujqësisë organike dhe produkteve bio, sidomos një potencial e cila e paraqet një pasuri të florës dhe faunës, në cilën produktet pyjore jo trusore, bimët aromatike, medicinale, mund të shndrohen në një avantazh krahasues edhe me vende tjera dhe me gjithë regionin. Ndëgjova se jeni në fazën e përgatitjes së një strategjie zhvillimore afatgjate për cilën unë ju përgëzoj dhe ju kisha lutur nga aspekti profesional që të futet ky në sektor si njëri prej sektorëve me potencial zhvillimi. Po ashtu përkrahja e fermerëve dhe bizneseve agroturistike, përkrahja konkrete për organizim trajnimeve në këtë sektor, ngritja kapaciteteve po ashtu në prodhim dhe promovim, marketing digital, promovim të certifikimit bio dhe standardeve të cilësisë, kishin e në ndihmuar që kjo zonë turistike, sidomos e njohur për agroturizmin dhe zhvillimin rural, të bëhet pjesë e guidave turistike edhe në region, po edhe pse jo për te regionin. Përshëndeshaj, cilët e teme potenciale turistike shalës Bajgorës dhe ndihimi i saj në ekonomi. Si përfundim, shala Bajgorës ka potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit malor, kulturor dhe aventurier. Bukuritë natyrore, klima e favorshme dhe traditat e ruajtura përvejnë bazë të fortë për zhvillimin ekonomik lokal. Nëse bën investime, do thonë se në rekomandim kryesor, do thonë duhet të bëjnë investime të duhura në planifikim afatgjat, turizmi mund të shndrohet një motor ekonomik për rajonin, duke krijuar vende pune, duke rritur të ardhët dhe duke përmirësuar jetesën e banorëve dhe duke ndaluar migrimin e terreneve jashtë vendit. Zhvillimi i turizmit në shalën e Bajgorës nuk duhet të parë vetëm si mundësi ekonomike, por edhe si mënyrë për rrugjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore për brezat e jashtme. Normën e TVSH nga 18 ta bëjnë 8% për mënyrë që të përkrahet sektori turizmit, gastronomisë, hotelerisë, po ashtu edhe të estrada, mos të ketë normën 18%, po ta ketë 8%. Qërshia mbitor të thotë edhe për shkak se është kryesërisht e këtij rajoni, prandaj me kënaqësi ftoj Ajtene Abdullah nga Universiteti Isa Bulletini. Unë jam Ajtene Abdullah nga Universiteti i Mitrovicës, jam profesoreshe ndërmarrësisë, pajtohem shumë me parafolësit, falenderoj shumë për iniciativat, do të mundohem pak shkurt të flas për mundësitë dhe çka i duhet zhvillimit ekonomik të shalës ose turizmit në shalë është, do të thotë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ose startupët janë gjenerues i ekonomisë, i zhvillimit ekonomik, inovacionit dhe i punësimit kudo në botë. Do të thonë janë kurriz i zhvillimit ekonomik. Andaj ftoj të gjithë që të kontribuojnë, të krijojmë sinergjitë, që të organizojmë trajnime të ndryshme, të identifikojmë ide, të marrim modele nga Shqipëria, nga vende tjera, edhe të praktikojmë ato në shalë të Bajgorës. Po ndalim pak edhe tek sfidat. Sfidat gjithsesi u identifikuan shumë mirë nga parafolësit.
mirë po si Mitrovicase, ftoj qoftë nivelin lokal dhe atë qendror, kur them kushte bazike është furnizimi me ujë dhe energji elektrike, sepse fatmirësisht në shartë të Barigojës janë ndërtuar, domethënë, terrenet ku prodhohet energjia e ripërtrishme, po fatkeqësisht ato fshatra ende janë pa energji elektrike. Energjia elektrike domethënë është kusht bazik për të hapni bujtin, për të hapni restoran, apo çka do tjetër. Kështu që nuk po e zgjas më shumë, ju falenderoj shumë edhe shpresoj që në takime tjera, këto çka i tham krejt, bile 30% janë të realizuara. Kështu që të nderuar mysafir, pas përfundimit të pjesës zyrtare të Tuezës, ne kemi kënaqësinë t'ju ftojmë edhe një pjesë po aq shumësishme të këtij aktiviteti, siç është panajiri i produkteve tradicionale të shalës së Bajgorës. Ky panajir është një pasqyrim i kulturës tonë, i traditës, i punës palotshme të prodhuesve lokale dhe identitetit të kësaj treve me potencial të jashtëzakonshëm turistik dhe ekonomik, siç edhe u përmend deri më tani. Sot përmes produkteve tradicionale, artizanatit dhe promovimit të trashëgimisë lokale, ne jo vetëm që prezantojmë vlerat e shalës së Bajgorës, por edhe mbështesim ndërmarrësinë vendore dhe zhvillimin ekonomik të komunitetit. Padosh në gjatë në shumë të pjesë, pikërisht tek prerja e shëritit, që është pjesa edhe ceremoniale e panairit, do të kem kënaqësinë që për këtë ceremoni të ftoj kryetarin e Odës, sigurisht zotin Hysem Zogojeva, i cili do të jetë i shoqëruar me kryetarin e regionit Odës Luzem Sulejmani, me anëtarin e Odës, po ashtu zotin Afrem Uçiçi dhe po ashtu kryetari i kuvendit komunal zoti Safet Kamberi dhe drejtoria e turizmit me drejtorin Lani Rusteme dhe gjithë të tjerët, po pastaj që ta përcjellim dhe ta shohim nga afër këtë panajir. Faleminderit shumë. Kemi eksponate që lidhen me trashëgiminë, artikisht pjesë të trashëgimisë tonë, pjesë të veshjeve të vjetra me konstellacion të rrugëve origjinale. Edhe do me thonë kemi vegur, ku është edhe një pjesë më ato e kemi edhe punën e gajtonit, që hysa është ekspertja që merret me to edhe ju demonstron, ju shpjegon nga tepër, unë nuk di shumë. Më treguar dhe me bo promovimin e një kulturës tonë, një traditës tonë që e kemi. Kjo është vekur, nuk është ai vekur tradicional, është një vetë pak më praktik, që na me këto mundën si shkojmë në për shkolla, në për panajire ndryshme, po edhe mrena organizatë punojmë. Une jëm prej Deçanit, edhe për vazhdoj traditën atje se për Mitrovicë pak për doke përvojnë, edhe punojmë tanë punë nga do me thonë mrena organizatës, kemi punu punë ndryshme punojmë edhe pak me porosit nëse dojnë me porosit, po për i këtyne punëve që apo isheni këtu krejt, jonë që të punë që i kemi punu. Edhe